Çmimi ullët i trangullit dhe domates ngriti në protest mes ditën e sotme 10 fermer të bashkive Roskovece Dimal. Teksa kanë hedhur për tokë arka me domate e tranguj për shkak të çmimit të ullët në rotondon e fshatit Suknji në Roskovec, ata i kanë bërë apel shtetit të mos i braktisë. Kemi 5 vjet që kërkojmë fiskalizim të tregut ton, të frutaperimeve. Është një gjë që tha para folsi që e ngrin çmimin pikat e grumbullimit nga 500 e çoj 1200 një ditë, pastaj shesën mall që kanë 1200 lekë sa shesim, neve na e ulin çmimin çoj 400 lekë, 300 lekë, është tallje. Aktualisht sot po i gjithë dëmesh, vetëm po punojmë me humbje tani. Të marrësh domaten sot me 600 lekë kilogramin e shtupi zotit. Kur ti në Tiranë minimalisht ishte 1000 lekë domatja sot. Në Tiranë ti domaten e sot e ke 2000 lekë kilën. Organizatori protestës Kocaqi në deklaratën për mediat foli për situatën e vështirë në të cilën ndodhen fermerët. Ne jemi njerëzit që punojmë nga mëngjesi deri në darkë, në të ftohtë, në të nxehtë, në baltë dhe në plurë, për të mbajtur gjallë tokën dhe familjet tona, po për fat keq djersa jon po shkelet çdo ditë. Çdo mëngjes dalim në sera me shpresë që puna jon do të vlerësohet, po kur shkojmë në pikat e grumbullimit përballemi me padrejtësi të mëdha. Sot na marrin prodhimi me 120 lekë kilogrami të reja, kurse nesër e ulin pa asnjë paralajmërim në 700 lekë, pas nesër në 400 lekë. Nuk ka asnjë njoftim, asnjë tabel, asnjë standard.